Sfida për dominimin e inteligjencës artificiale, Sam Altman dhe Elon Musk përballen në gjykatë. Sam Altman dhe Elon Musk kanë arritur një përplasje vendimtare në një proces rrezik lartë që mund të ndryshojë të ardhmen e startupit kryesor të inteligjencës artificiale OpenAI. Një proces që në një farë mënyrë historike që nisi në Oakland në Kaliforni me fazën parapraket për zgjedhjes së juristë, por gjitha çështjet ligjore janë mbi tryezë. Në qendër të rastit janë akuzat për mashtrim të ngritura nga Musk. Miliarderi me origjinë nga Afrika e Jugut, aksioneri kryesor i SpaceX dhe Teslas, e çon përpara këtë padiqësh nga viti 2024 duke pretenduar se startupi drejtuar nga Altman, i cili u paraqit papritur në seancën e parë, ka braktisur misionin fillestar për zhvilluar AI në dobi të njerëzimit dhe është përqendruar në rritjen e fitimeve. Musk, 54 vjeçar, ishte një nga bashkëthemeluesit e OpenAI dhe beson se Altman, 41 vjeç, së bashku me bashkëthemeluesin tjetër Greg Brockman, e kanë mashtruar duke e bindur të financojë kompaninë për të trajtuar më pas objektivin fillestar. Sipas OpenAI, që publikoi një koment në X, kjo padi ka qenë gjithmonë një përpjekje e papastër e nxitur nga xhelozia për të sabotuar një konkurrent. Qëllimi i Musk do të ishte të forcojë kompanitë e tij SpaceX, xAI dhe X, të cilat kanë lançuar Grok si konkurrent të ChatGPT. Musk ka kërkuar largimin e Altman dhe Brockman, si dhe që OpenAI të ndalojë së funksionuari si organizatë me fitim publik. Ai ka kërkuar gjithashtu divizioni jo fitiprur si OpenAI të marrë deri $150 miliard dëm shpërblim nëse ai fiton në gjykatë.